Përshëndetje miq të Histori Tifozësh. Në minutat në vazhdim do të ndiqni rrëfime të vërteta të historive të tifozërive që i përkasin tifozëve të derbit të Tiranës. Në këtë seri do të njihemi me Tatjana Rexhën dhe dashurinë e saj për ekipin e Partizanit. Kjo është një tifozëri që i ka rezistuar viteve dhe sistemeve e është padyshim me shumë rëndësi për historikun e grupeve shumë vjeçar të tifozërisë dhe funksionimit të tyre ndër dekada. Le të njihemi menjëherë me Tatjanën. Tatjana Rexha është 64 vjeç dhe ka ushtruar profesionin si brigadiere në repartin ushtarak për 20 vitesh në kohën e diktaturës. Më pas ka ushtruar profesionin të ndryshme pas ndërrimit të sistemit. Për 4 vitesh Tatjana është në pension. Tatjana është nënë e 2 fëmijëve dhe gjyshe një nipi dhe një mbese. Banon në Tiranë me bashkëshortin e saj. Historia e saj e tifozërisë daton më shumë se 50 vite më parë. Por cilat janë detajet e kësaj dashurie për Partizanin dhe cilët kanë qenë ndikuesit në kultivimin dhe rritjen e kësaj tifozërie ndër vite? Për të marrë përgjigjen e këtyre pyetjeve, le të ndjekim historinë e Tatjanës. Unë jam Tatjana Rexha, nënë e 2 fëmijëve. Të 2 fëmijë të 2 djem që kam, i kam të martuar, gjyshe prej një mbes dhe një nip. Kam qenë tifoze prej 50 vjetësh, që në moshën 14 vjeçe kam qenë tifoze, njëkohësisht edhe luaja volleyball. Fillimisht kur kam qenë në shkollë, tek 11 janari, sot është Edith Duran, kam patur mësuese Diamantja e fizikulturës dhe sa herë që losni volleyball aty në shkollë, më pa që unë kisha prirje për volleyball dhe më ka regjistruar në ekipin e Partizanit. Po të them këtë se që këtu filloi ajo dashuria ime për ekipin e Partizanit. E kam ndjekur, do më thonë, që bëja stërvitje, por kur bëra regjistrimin isha pa lejen e prindërve dhe shkoja rregullisht në stërvitje. Në momentin që unë rash me mësime, kur kishim atëherë takime prindër që shkuan prindërit në shkollë dhe unë kisha rënë nga mësimet, babai e mori vesh që unë merresha me sportin. Dhe aty pasaj ajo më filloi të më bënte llafe dhe më shkëputi nga voleyballi. Por njëkohësisht mbas kësaj unë ndiqja se ne si familje komplet kemi qenë me Partizanin. Ndiqja futbollin, ndiqja dhe pasaj jo basketboll, volleyball që shkoja në çdo ndeshje. Me shoqet me këto. Skuadra e futbollit Partizani e ka zanafillën menjëherë pas çlirimit të vendit. Kjo skuadër u krijua nga të rinj partizan të divizioneve të brigadave të ushtrisë nacionale çlirimtare. Ishin 2 divizione pjesëmarrëse në kampionatin e parë të kategorisë së parë të pasluftës të vitit 1945. Ylli me qendër në Shkodër dhe Liria me qendër në Korçë. Këto 2 skuadra ushtarake do të merrnin pjesë vetëm në kampionatin e parë. Pasi në vitin 1946 2 skuadrat u shkrinë në një të vetme, duke krijuar kështu ekipin kryesor të skuadrës ushtarake, e cila mori emrin Ushtria. Më 13 janar 1946, ekipi zhvilloi takimin e parë miqësor ndaj kampionëve të vendit të vitit 1945, Vllaznia. Ndeshja u zhvillua në Tiranë dhe u mbyll me rezultatin 0-0. Skuadra e cila kishte luajtur me emrin Ushtria u paraqit për herë të parë me emrin Partizani në bluzat e lojtarëve në 7 prill 1946 në takimin kundër 17 nëntorit të Tiranës. Partizani fitoi me rezultatin 2-0. Shënuesit ishin futbollistët Osman
Osman Pengili dhe Qamil Teliti. Në kampionatin kombëtar të kategorisë së parë të vitit 1946, Partizani nuk ishte pjesëmarrës. Skuadra zhvilloi një turne në shumë qytete të Shqipërisë për të arritur konsolidimin e ekipit, por edhe për të parë nga afër futbollistë cilësor të këtyre qyteteve. Për herë të parë në historinë e saj, skuadra Partizani mori pjesë në kampionatin kombëtar të vitit 1947. Po në këtë vit u shpall kampion kombëtar, titull që e mbrojti edhe në kampionatet e viteve 48 dhe 49. Partizani fitoi edhe 2 kupa të Shqipërisë në vitet 1948 dhe 1949. Skuadrën e ka drejtuar trajneri shquar Slave Lambi, i cili ishte gjithashtu edhe futbollist i skuadrës. Ndër rezultatet më historike, ekipi i Partizanit krenohet me të vetmin trofe ndërkombëtar në historinë e skuadrave shqiptare, Kupën e Ballkanit në vitin 1970. Pas rënies së komunizmit, Partizani ka fituar 4 herë trofeun e Kupën e Shqipërisë dhe në vitin 2019 u shpall kampioni i Shqipërisë për herë të 26. U bëra një qikë më e madhe, më kupton kur isha në marrëdhënie pune, se unë kam pas punuar në ushtri, nga viti 76 deri në 94 në ushtri, dhe aty do më thonë sa herë që luante Partizani, unë shkoja tek post-bloku, kur ishin ushtarët në shërbim, shkoja dhe dëgjoja në radio, sa atëherë në ato kohë dhe s'kemi patur televizor, dëgjoja me atë radios futbollin, ekipin tim të zemrës. Partizani për mua është në çdo gjë. Zëri sigurisht familja ime. Kam patur një bunë motrës, që ajo isha si puna ime, do më thonë, i çmendur për Partizanin. Shkoja dhe me atë në stadium, më mirë të ajo në stadium, edhe shkoja dhe shifsha ekipin e Partizanit. Biles ajo isha aq i çmendur sa edhe me biçikletë shkonte deri në Durrës. Ose nganjëherë edhe me tren kemi shkuar një herë në Durrës. Atëherë ishte lokomotiva me atë emër quheshe. Shkonim në Durrës se ndiqim ekipin e zemrës. Ndikimi ka qenë familja. Pavarësisht se kam patur ndonjë që më kundërshtonte, po me kokë forcim time, unë gjithmonë shkoja dhe kam vazhduar si në paramonizmit dhe tashi në këtë kohë. Shkoja vazhdimisht, s'lija ndeshje pa i parë, në përrete, këtu brenda në Tiranë, që ndiqa ekipin. Kohët e fundit unë mora dhe tim shoqë në përrete, sidomos në Korçë, në Shkodër. Formacioni i parë historik i skuadrës Partizani, asa kohë e njohur si skuadra ushtria, përbëhej nga Bonati, Luga, Tepelli, Demneri, Fagu, Rexhepi, Hoxha, Teliti, Kavaja, Bakalli dhe Bylyku. Lojtarët më të njohur që kanë luajtur për skuadrën e Partizanit ndër vite janë Abdurrahman Roza Haxhiu, Igli Tare, Safet Berisha, Erion Bogdani, Edmond Kaplani, Adrian Aliaj, Ylli Shehu, Ledio Pano, Skerdilaj Curri, Klodian Duro, Berlat Musta, Refik Resmja, Loro Borici, Blendin Albani, Lefter Milo, Ilir Shulku, Suleman Starova, Agim Murati dhe Gens Tomorri. Kur shkoja në Korçë, unë nuk shkoja me ekipin e Partizanit me autobus, me tifozat, por iksha me linjën private që të shkoja disa orë më përpara. Takoja njerëzit e mi që kisha dhe i takoja njerëzit në Korçë, tifozat. Por biletën unë e preva brenda në Korçë, që ma preu djali dajës, dhe nuk e dija që ajo bilet
korespondonte me tifozat e Korçës. Dhe kur hyre atje, me të drejtën unë isha me kostumin tim të Partizanit, me shallin e Partizanit, dhe kur hyre atje shoh uqërit. Një burr më foli dhe më tha, zonjë më fal, tha, po këtu është për tifozat e Korçës, nuk është për juve, tha. Unë faktikisht ma kanë dhënë gabimisht, dhe unë mbas biletës më takonte këtu. Po edhe unë s'mund të ri këtu, edhe të doni ju, unë s'mund të ri këtu, se juve do filloni të shani, unë do t'aja për brënda ato sharjet, ato ofezat që do thuen, ose unë mund të shaj dhe një gjë, do hidheshit juve, edhe unë s'do ndihesha mirë. Dhe në atë moment, me të drejtën, zbrita poshtë dhe i thasha policit, unë e kam prerë gabimisht, biletër ju ma keni prerë, a ka mundësi të më qoni të guerilsat, të ekipi Partizanit, i thash. Për fat, aty më doli Genc Tomori, edhe më njeh Genc Tomori, dhe më tha, ta na qne këtu. Po, gabimisht kam hyrë te tifozat e Korçës. Me të drejtën, kur futesh midis guerilsave, aty ndjesha më rehat. Kur jemi guerilsat, vetë të dalin ato shprehjet ose ato këngët në ndeshje, mbasi ku morëm një fitore nga Korça, që fituam, u kthyem dhe të rrugës ne këndojmë. Edhe nga kemi patur rast edhe kemi humbur aty në Korçë, edhe prap neve, do të thënë ato humbje neve gjithmonë e ktheshim me gëzim, do të thënë nuk rrim me çaj me bëjmë dhe këndojmë. Kemi patur një ndeshje në Shkodër, po me tim shoq, kam shkuar, i kam lënë të njerëzit e vetë, dhe aty ishe Kuksi Partizani, dhe aty, se ne s'kishim fush, edhe Kuksi po njëkohësisht s'ka fush se janë riparimet të stadiumet, dhe na i bëri në Loro Boriçi në Shkodër. Mbasi morëm fitore në me Kuksin, jemi kthyer, jo duke kënduar nuk e diskutoj, po kemi ndaluar në një lokal, kur aty ishin në kthim ishin dhe ato futbollistët e Partizanit. Aty kemi kërcyer, kemi kënduar, kemi festuar fitoren në një lokal në kthim. Ishte një gjë shumë e bukur. Ndër rezultatet e arritura të Partizanit mund të përmendim. Në Kupën e Kampionëve, Partizani Austra e Vienës 1-0 në vitin 1981, Partizani Celtic 1-0 1979 dhe Partizani Köln 0-0 1964. Në Kupën Intertoto, kualifikimi për në raundin e dytë në vitin 2003 pasi fitore ndaj Maccabi Natajna 2-0 në Tiranë. Në Kupën e Kupave, Partizani Feyenoord 0-0 në vitin 1991, Partizani Malmo 0-0 në vitin 1980, si dhe Partizani Torino 1-0 në vitin 1968. Në Kupën Ballkanike fitore ndaj Stara Zagoros në vitin 1970. Trofet që skuadra e Partizanit numëron përfshin 16 trofet fituar në Ligën Superiore të Shqipërisë, 15 trofet fituar në Kupën e Shqipërisë, 3 trofe në Superkupën e Shqipërisë, 1 trofe në Kupën e Ballkanit. Shpesh, do më thënë, se unë kam dalë në pension edhe gjithmonë organizoheshim me shoqërinë, organizoheshim ekskursione në për jashtete dhe pa llogaritur kur kemi për shembull ndeshjen me ekipin e Tiranës, i thosha që unë do vi, por 2 ditë përpara, kur shoh kalendarin që e kam me Tiranën, i them, stop, i them atyre, unë nuk vi, thash se nuk le Tiranën me Partizani ose Partizani me Tiranën, ndeshjen. Do më thënë, aq e çmendur jam, bas futbollit, bas ekipit të Partizanit më tepër të them, jo për futbollin, për ekipin e Partizanit, sa që kam lënë edhe ekskursionet, shoqërinë, vetëm për të ndjekur Partizanin e Tiranës, derbin. Derbi nuk e lija kur. Mund të lija do një skuadër më të lehtë, po derbin se lej kur.
Për momentin kur kam qenë unë, ishin shumë të pakta. Flasën në kohën e monizmit. Por vazhdimisht duke u shtuar dhe ka goxha, ka shumë femna. Ka shumë femna që vinë. Ne jemi 5 motra dhe një vlla. Kam një motër që është një çik fanatike dhe e ka një çik të vështirë që unë motra, se unë jam e vogla, të shkoj në për stadiume. Edhe më paragjykon, ti të shkosh në këtë moshë gjyshe, se mirë kur ke qenë e re ke shkua, po edhe në këtë moshë që ti je gjyshe me fëmijë, rrit ato një përëmbes dhe mos shko në stadium, se s'është edhe mirë. Je me krushje, je me kështu. Dhe i them, dëgjoj, motër e dashur, unë i them, unë do shkoj, se derisa kam një burr, kam një familje, kam një burr, kam 2 fëmijë që më lëjnë, ty s'të duhet gjë. Edhe për këtë gjë mua mos më ngatro më me këto muhabete. Në ekipin e Partizanit unë kam dhe djalin e madh, që është fizioterapist aty. Djali tash i ka hyrë, mund të ketë 4-5 vjet, 6 vjet. Ndërsa unë ekipin e kam ndjekur më përpara. Por tash është edhe 2 fishi që e ndjek ekipin e Partizanit. Unë në çdo ndeshje kur e kemi këtu në Tiranë, unë e gjej biletën, do të thonë që ma gjen djali në tribun, se shkoj me mbesën, vajzën e djalit. E kam bërë dhe atë tifoze. Unë për rivalitetin mendoj, do të thonë se nuk më pëlqen kjo dhuna në skuadër, në midis ekipeve që kanë, sidomos kur është derbi Partizani Tirana, Tirana Partizani, gjithmonë këtu ka dhunë. Mos të them tashin para ca kohësh, domethënë që ne ishim me Tiranën, Tirana ishte pritës, aty shpërtheu një dhunë, domethënë duke zbritur në fush, duke qelluar me grushta me njëri tjetrin. Kjo nuk është gjë e mirë, domethënë për të dy ekipet, si për Partizanin dhe për Tiranën. Dhuna nuk, ne shkojmë në stadium për qef, për të parë një ndeshje, sidomos derbin. Dhuna nuk është gjë e mirë. Vajzën të shtunë të diel, unë vajzën gjithmonë e stërvis. Te stadiumi Dinamo, i veshë kostumin e Partizanit, pantallonat e shkurtra me bluzë, unë si gjyshe luaj me vajzën, njërë portier ajo, njërë më gjuan ajo, e stërvis. Dhe në çdo ndeshje unë vajzën e marr mbesën, e marr për të parë ndeshjen. Biles, edhe kur morëm kampionatin, e kisha mbesën me vete, se edhe ajo ishte caktuar, do të thënë që atë ditë ishte caktuar për të dhënë tullumbace futbollistëve, kur filloi ndeshja. Lagja Bloku në Tiranë i përket njësisë administrative nr. 5 të kryeqytetit. Në vitin 91, bloku u hap dhe u bë një prej lagjeve më tërheqëse të Tiranës dhe jo vetëm. Sot, bloku është një zonë shumë e populluar me ndërtesa, klabe dhe kafene. Grupet e tifozërisë në këtë lagje janë zhvilluar pas rënies së komunizmit, e megjithatë janë të mirë organizuara e të strukturuara. Në blok tallohet një tifozëri e përzierë, ku nuk kanë munguar edhe incidente mes tifozëve të Partizanit dhe Tiranës. Gjëja më e bukur ishte kur mbaroi ndeshja që ne fituam, dolëm kampion, shpërthyen ato dyert, telat, kemi hyrë në fush, gjëja më e bukur nuk ka. Kemi broritur, mos them që edhe kemi qarë, jemi përqafuar me njëri tjetrin, duke ditur s'kemi parë se kë përqafoshim. Ishe burra, ishe grua, vajza, djala, vetëm nga gëzimi, nga fitoria, mbas 26 vjetësh, ne kemi përqafuar me njëri tjetrin. Kemi përqafuar me njëri tjetrin pa parë se kë kisha pranë. Edhe qashin, po këtë qarja ishte do të thonë ishin lot gëzimi. Ishin lot gëzimi aty. I ftoj do të thonë të gjithë femnat, familjarët të vinë të shohin skuadrën
Jo vetëm Partizani, po i bëj thirrje për gjithë femrat, dashë Tiranë, dashë Partizan, dashë skuadrat e tjera, se është një gjë shumë e bukur që të shohësh ndeshjen e futbollit. S'ka rëndësi për kë skuadër. Se s'mo të më flas vetëm për Partizani, do të thonë i bëjë në përgjithësi tërë gratë. Kemi shkuar pasaj tek sheshi Nën Tereza, që aty u dha dhe një koncert. Aty pasaj kemi festuar prap atje dhe të rrugës, komplet tifoza, si që ishin në stadium, 6.000-7.000 sa veta ishin atë ditë aty, kemi marshuar drejt Nën Terezës, jam fantastike. Kemi pritur futbollistët kur erdhën futbollistët që zbritën nga autobusi, kur hypën në podium aty që morën ato, ishte gjë shumë e bukur. Pastaj pam edhe koncertet që kishin edhe këngëtar, kur dhanë medaljonet aty, ishte fantastike, gjë shumë e bukur. Unë ja kam ushqyer Niprit dhe Mbesës ndjenjën për ekipin e Partizanit, por ajo vazhdon të jetë akoma më tepër, jo vetëm për me, që unë i flisja vazhdimisht për ekipin e Partizanit, po ajo i është shtuar akoma më shumë ndjenja për ta parë dhe ajo ndeshjet, duke patur dhe babaj, që është në stafin e skuadrës së Partizanit. Në momentin kur ne morëm kupën, që ato ngritën në kupën, sikur e kisha unë kupën në dorë dhe duke brohoritur për ato. Ishe shumë fantastike. Dhe festa do më thonë zjati shumë, deri nga mezinatës, edhe ishe një kujtim shumë i bukur për mua. Sporti është shumë i bukur.